Shëndeti i gruas është një sistem kompleks ku çdo organ komunikon përmes sinjaleve hormonale, shpesh duke përdorur lëkurën si ekranin kryesor për të shfaqur anomalitë e brendshme. Një nga shenjat më specifike, por shpesh të keqkuptuara, që lidhet drejt për drejt me funksionimin e vezoreve, njihet në gjuhën mjekësore si acanthosis nigricans. Kjo shenjë nuk është thjesht një problem estetik. Ajo është një alarm metabolik që kërkon vëmendje të menjëhershme mjekësore. Identifikimi i shenjës. Çfarë është acanthosis nigricans? Kjo dukuri manifestohet si zonat e errësuara të lëkurës, të cilat në prekje ngjajnë me teksturën e kadifes. Zakonisht shfaqet në pjesën e pasme të qafës, në sqetulla, në rrëzat e kofshëve apo në zonat ku lëkura paloset. Shumë gra gabimisht mendojnë se bëhet fjalë për hiperpigmentim nga dielli apo mungesë higjiene. Por në fakt, kjo është një trashje e epidermës që vjen si pasojë e niveleve të larta të insulinës në gjak. Lidhja midis lëkurës dhe vezoreve. Kur vezoret nuk funksionojnë siç duhet, si në rastin e sindromës së vezoreve policistik, PCOS, trupi shpesh përballet me një fenomen të quajtur rezistencë ndaj insulinës. Insulina është hormoni që rregullon sheqerin në gjak, por kur qelizat bëhen rezistente ndaj saj, pankreasi prodhon sasi akoma më të mëdha. Nivelet e larta të insulinës stimulojnë drejt për drejt qelizat e lëkurës, keratinocitet, duke shkaktuar rritjen e shpejtë dhe trashjen e tyre, që çon në shfaqjen e njollave të errëta kadifeje. Vezoret, duke i nxitur ato të prodhojnë tepric androgjenësh, hormone mashkullore si testosteroni. Kjo tepric hormonesh mashkullore prish ciklin menstrual, pengon ovulimin dhe çon në formimin e kisteve të vogla në vezore. Pra, ajo njollë e errët në qafë është në fakt një tregues vizual i një stuhje hormonale që po ndodh brenda trupit tuaj. Simptomat shoqëruese që duhen vëzhguar. Nëse vëreni erësim të lëkurës, është jetike të kontrolloni nëse keni edhe shenja të tjera të çekuilibrit hormonal. Hirsutizmi, rritja e çimeve të padëshiruara në fytyrë, mjekër apo gjoks. Aknet persistente. Puçra që shfaqen kryesisht në zonën e nofullës dhe nuk reagojnë ndaj trajtimeve klasike dermatologjike. Rënja e flokëve. Humbja e densitetit të flokëve sipas modelit mashkullor. Cikli menstrual i parregull. Vonesa të gjata ose mungesë plot e ciklit. Rreziqet e neglizhimit. Injorimi i kësaj shenje mund të ketë pasoja afatgjata që të kalojnë sferën e dermatologjisë. Një lidhje e pashëruar midis insulinës dhe vezoreve mund të rrisë rrezikun për infertilitet, vështirësi për të mbetur shtatzën për shkak të mungesës së ovulimit, diabet të tipit 2. Rezistenca ndaj insulinës është paraardhësja kryesore e diabetit. Sindromën metabolike. Përfshirë tensionin e lartë të gjakut dhe problemet kardiovaskulare. Hapa drejt trajtimit dhe shërimit. Lajmi i mirë është se kjo shenjë në lëkurë është e kthyeshme nëse trajtohet shkaku rrënjësor. Trajtimi nuk bëhet me kremra zbardhues, por përmes menaxhimit hormonal dhe metabolik. Konsulta me endokrinologun ose ginekologun. Një eko pelvike dhe analizat e gjakut, testosteroni, insulina esëll, glukoza janë hapat e parë. Modifikimi i dietës. Reduktimi i sheqernave të rafinuara dhe karbohidrateve ndihmon në uljen e niveleve të insulinës, gjë që zbe gradualisht njollat në lëkurë. Aktiviteti fizik. Ndihmon qelizat të bëhen më të ndjeshme ndaj insulinës, duke ulur presionin mbi vezoret. Lëkura jon është një mjet komunikimi i fuqishëm. Një ndryshim në pigmentimin e saj mund të jetë mënyra e trupit për t'ju thënë se ka nevojë për ndihmë nga brenda. Mos e neglizhoni këtë shenjë. Ajo mund të jetë çelësi për të rikthyer ekuilibrin tuaj hormonal dhe shëndetin e përgjithshëm. Për të thelluar kuptimin mbi këtë lidhje komplekse midis lëkurës dhe sistemit riprodhues, është e rëndësishme të shqyrtohen disa aspekte që shpesh anashkalohen në konsultat e zakonshme, por që luajnë një rol kritik në shëndetin afatgjatë të gruas. Efekti i lëkurës së vajshme dhe roli i sebumit. Përtej njollave të errëta, një tjetër tregues i fshehtë i problemeve me vezoret është prodhimi i tepërt i sebumit. Kur vezoret prodhojnë më shumë androgjen se sa duhet, gjëndra diamore në lëkurë zmadhohen dhe bëhen hiperaktive. Kjo nuk shkakton vetëm akne, por ndryshon fun e lëkurës, duke e bërë atë më të ndjeshme ndaj inflamacioneve kronike. Nëse vëreni se lëkura juaj është bërë papritur shumë e yndyrshme, pavarësisht moshës, ky është një sinjal se ekuilibri hormonal është ronditur.
Shenjat në zonën e thonjve dhe flokëve. Shëndeti i vezoreve reflektohet edhe në indet e keratinizuara. Gratë me çrregullime të vezoreve shpesh raportojnë hollim të flokëve në pjesën e sipërme të kokës. Ky njihet si alopecia androgjenike dhe vjen si pasojë ndjeshmërisë së lartë të folikulave ndaj testosteronit të rritur. Thoni të brisht ose me vija. Kjo mund të jetë pasojë e mungesës së lëndëve ushqyese që vjen nga keqpërthithja, shpesh e lidhur me proceset inflamatore që shoqërojnë problemet e vezoreve. Mikrobioma e lëkurës dhe lidhja me zorët. Studimet e fundit sugjerojnë se ekziston një boshtë i quajtur zorë lëkurë vezore. Kur kemi probleme me vezoret si pcos, mikrobioma e zorëve shpesh pëson çekuilibër dysbiosis. Kjo shkakton një inflamacion sistemik që shkarkon toksinat përmes lëkurës. Kjo shpjegon pse shumë gra me probleme të vezoreve vuajnë edhe nga ekzema ose rosacea, të cilat nuk përmirësohen derisa të trajtohet shëndeti i brendshëm hormonal dhe tretës. Ndryshimet në teksturën e lëkurës pas ushqimit. Një detaj interesant që pak veta e vërejnë është reagimi i lëkurës menjëherë pas konsumimit të sheqernave ose karbohidrateve të larta. Te gratë me rezistencë ndaj insulinës e lidhur me vezoret, lëkura mund të duket më e fryrë ose me një skuqje të lehtë pas vakteve. Kjo ndodh sepse piku i insulinës nxit inflamacionin e menjëhershëm në kapilarët e vegjël të fytyrës. Skin tags, mishrat e huaj në qafë. Përveç erësimit të lëkurës, shfaqja e papritur e mishrave të huaj, skin tags, në zonën e qafës dhe sqetullave është një tregues i fortë i rritjes së niveleve të insulinës, që siç e përmendëm, është armiku kryesor i vezoreve të shëndetshme. Këto rritje të vogla janë në fakt qelizat e lëkurës që janë riprodhuar me shpejtësi në ndikimin e hormoneve të rritjes dhe insulinës. Pse mungesa e gjumit përkeqëson shenjat në lëkurë? Gjumi është koha kur trupi rregullon prodhimin e kortizolit. Nëse një grua me probleme të vezoreve nuk bën gjumë cilësor, kortizoli mbetet i lartë, gjë që nxit më tej prodhimin e insulinës. Rezultati: njollat në lëkurë bëhen më të errëta dhe aknet bëhen më të dhimbshme brenda natës. Fuqia e ushqyerjes, fshirja e njollave nga brenda jashtë. Kur bëhet fjalë për trajtimin e acanthosis nigricans dhe problemeve hormonale, ushqimi nuk është thjesht karburant, por informacion për qelizat tuaja. Qëllimi është ulja e nivelit të insulinës që lëkura të kthehet në gjendjen normale. Rregulli i fibrave. Konsumimi i perimeve jeshile, spinaq, brokoli, kale, përpara çdo vakti krijon një rrjet në zor që ngadalson përthithjen e sheqerit. Kjo parandalon pikun e insulinës që erëson lëkurën. Acidi alfa-lipoik, LE. Ky antioksidant i fuqishëm që gjendet e spinaqi dhe mishi i kuq me mas, ndihmon qelizat e lëkurës të djegin sheqerin në mënyrë më efikase, duke reduktuar trashjen e epidermës. Zëvendësimi i kafeinës. Kafeja me stomak bosh rrit kortizolin, i cili rrit insulinën. Zëvendësimi i saj me çaj mente, spearmin tea, është vërtetuar shkencërisht se ul nivelet e testosteronit të lirë të gratë, duke reduktuar drejt për drejt qimet e padëshiruara dhe aknet hormonale. Lidhja midis vitaminës D dhe shëndetit ovarian. Një sekret i madh që dermatologët dhe ginekologët shpesh e diskutojnë është roli i vitaminës dhe receptorët e kësaj vitamine ndodhen si në lëkurë, ashtu edhe në vezore. Mungesa e vitaminës D përkeqëson rezistencën ndaj insulinës. Nivelet optimale të kësaj vitamine ndihmojnë në maturimin e vezëve në vezore dhe zbehin pigmentimin e errët në qafë dhe sqetulla. Ritualet e mëngjesit për ekuilibër hormonal. Mënyra se si e nisni ditën përcakton se si do të duket lëkura juaj në mbrëmje. Uthulla e mollës. Një lugë uthull molle në një gotë ujë para mëngjesit përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës me gati 30 IE. Kjo është truku më i shpejtë për të ndaluar rritjen e mëtejshme të skin tags, mishrave të huaj. Proteina në mëngjes. Evitoni mëngjeset vetëm me fruta ose brisqe. Vezët ose kosi grek sigurojnë që hormoni i uris, grelina, të mos stimuloj vezoret për të prodhuar hormone mashkullore gjatë ditës. Ndikimi i toksinave mjedisore, endocrine disruptors. Lëkura jon përthith gjithçka. Shumë produkte kozmetike përmbajnë paraben dhe ftalate, të cilët imitojnë estrogenin në trup. Këto quhen shkatërues endokrin. Kur trupi mbingarkohet me këto kimikate, mëlçia nuk arrin të procesojë hormonet e tepërta. Ky mbingarkim shfaqet në lëkurë si akne cistike rreth mjekrës dhe qafës.
Kalimi në produkte clean beauty ose organike mund të bëjë diferencën brenda 3 muajve. Fuqia e lëvizjes. Jo çdo ushtrim është i mirë. Nëse keni probleme me vezore dhe shenja në lëkurë, ushtrimet intensive, HIIT, për një kohë të gjatë mund të jenë kundërproduktive sepse rrisin shumë kortizolin. Ecja e shpejt pas ushqimit. 10-15 minuta ecje menjëherë pas vaktit thith sheqerin nga gjaku pa pasur nevojë për shumë insulinë. Kjo është mënyra më e mirë për të mbajtur lëkurën e pastër dhe vezoret e qeta. Trajnimi me pesha. Rritja e masës muskulore e bën trupin tuaj një makineri që djeg glukozën, duke parandaluar pigmentimin e errët. Suplementet. Arkitektët e një lëkure të pastër. Kur ndryshimet në lëkurë, njollat, aknet, yndyra bëhen kronike. Trupi shpesh ka nevojë për një mbështetje më të përqendruar se sa vetëm ushqimi. Myoinositol. Ky është ndoshta suplementi më i studiuar për vezoret. Ai vepron si një lajmtar i insulinës. Duke përmirësuar mënyrën se si qelizat komunikojnë me insulinën. Inositoli ndihmon në zbardhjen e njollave të errta të acanthosis nigricans dhe rregullimin e ovulimit. Magnezi, glicinat. Magnezi njihet si minerali i qetësisë. Ai ul inflamacionin e lëkurës dhe ndihmon në kontrollin e kortizolit. Një nivel i ulët i magnezit është i lidhur drejt për drejt me dëshirën e madhe për sheqer, e cila përkeqëson gjendjen e vezoreve. Zinku. Ky mineral është jetik për gratë që vuajnë nga aknet hormonale dhe rritja e çimeve. Zinku bllokon enzimën që shndërron testosteronin në një formë më të fuqishme, DHT, e cila është përgjegjëse për yndyrën e tepërt në lëkurë dhe rënjen e flokëve. Roli i mëlçisë në estetikën e lëkurës. Shumë njerëz harrojnë se mëlçia është organi që pastron hormonet e vjetra. Nëse mëlçia është ngarkuar, shpesh nga një dietë e lartë në fruktozë, hormonet si estrogeni dhe testosteroni mbeten në qarkullim më gjatë se ç'duhet. Ky mbingarkim shfaqet në lëkurë me njolla të kuqe, spider angiomas, ose me një pamje të xhamosur dhe të lodhur. Përdorimi i perimeve të familjes Cruciferous, lakra, lule lakra, ndihmon mëlçin të eliminojë këto hormonet e pritës, duke i dhënë lëkurës një pamje më të freskët dhe më të njëtrajtshme. Ndryshimet në temperaturën e trupit dhe lëkura. Një fenomen interesant është ndjeshmëria ndaj nxehtësisë. Gratë me çrregullime të vezoreve shpesh ndjejnë se lëkura e tyre digjet ose skuqet shpejt, veçanërisht në zonën e gjoksit dhe fytyrës. Kjo lidhet me luhatjet e shpejta të hormoneve që ndikojnë në mikroklimën e enëve të gjakut. Mbajtja e një ambienti të freskët gjatë gjumit nuk ndihmon vetëm lëkurën të rigjenerohet, por stabilizon edhe ritmin kardiak, i cili është i lidhur me prodhimin e progesteronit. Psikodermatologjia, stresi dhe vezoret. Ekziston një lidhje e fortë emocionale. Kur jeni në stres kronik, trupi prodhon një hormon të quajtur SRH, kortikotropin releasing hormone. Ky hormon stimulon direkt gjëndrat e yndyrës në lëkurë dhe nxit inflamacionin në vezore. Pra, ankthi nuk është vetëm në kokën tuaj, ai shfaqet fizikisht në lëkurën tuaj dhe në ciklin tuaj menstrual. Përfundim, dëgjoni gjuhën e trupit. Lëkura nuk gënjen kurrë. Ajo është mbrojtësi ynë i parë dhe sinjalizuesi ynë më i sinqert. Nëse shihni errësim në qaf apo sqetulla, qime të reja në vende të pazakonta, akne që nuk largohen pas moshës 25 vjeçare, mos nxitoni vetëm te estetistja, por bëni një vizitë te endokrinologu. Trajtimi i vezoreve dhe insulinës është kremi më i mirë që mund t'i dhuroni vetes. Bukuria e vërtet fillon aty ku mbaron çekuilibri hormonal. Për të vijuar këtë eksplorim të detajuar, do të ndalemi te disa aspekte të tjera më pak të njohura, por jashtëzakonisht interesante, që lidhin lëkurën me funksionimin e fshehtë të vezoreve dhe sistemit endokrin. Harta e akneve dhe mesazhet e vezoreve. Në mjekësinë funksionale, vendndodhja e akneve nuk është rastësore. Kur bëhet fjalë për probleme me vezoret, si pcos apo dominanca e estrogjenit, aknet ka një territor të tyren. Kjo zonë përfshin nofullën, mjekrën dhe pjesën anësore të qafës. Ndryshe nga aknet e adoleshencës që shfaqen në ballë, shpesh të lidhura me tretjen, aknet hormonale të vezoreve janë zakonisht cistike dhe të thella. Ndjehen si gunga në lëkurë që nuk dalin kurrë në sipërfaqe. Ciklore. Përkeqësohen saktësisht një javë para ciklit ose gjatë ovulimit të dështuar. Rezistente.
Nuk reagojnë ndaj antibiotikëve lokal, sepse burimi i tyre është rritja e receptorëve të androgjenit në lëkurë. Fenomeni i lëkurës së portokallit në fytyrë. Një tjetër shenjë delikate është smadhimi i poreve, veçanërisht në zonën pranë hundës dhe mollzave, duke i dhënë lëkurës një teksturë të ngjashme me lëkurën e portokallit. Kjo ndodh sepse nivelet e larta të hormoneve mashkullore, të prodhuara nga vezoret në stres, rrisin densitetin e gjendrave pilosebace. Kur këto gjendra prodhojnë tepër yndyrë, poret detyrohen të hapen më shumë për të lejuar kalimin e saj, duke humbur elasticitetin e tyre natyral. Hiperpigmentimi i buzës së sipërme, melasma hormonale. Shumë gra vërejnë një hije të errët mbi buzën e sipërme, që shpesh ngatërohet me qimet, por në fakt është pigment lëkure. Kjo njihet si mustaqet e melasmës. Vezoret që kanë ekuilibër mes estrogjenit dhe progesteronit stimulojnë melanocitet, qelizat e pigmentit, të prodhojnë më shumë ngjyrë në ndikimin e rrezeve V. Kjo shenjë është një tregues i fortë se trupi juaj po përpjeket të procesojë tepricën e estrogjenit, i cili shpesh vjen nga vezoret që nuk ovulojnë rregullisht. Hidradenitis suppurativa. Alarmi i heshtur. Ky është një kusht më serioz, por i lidhur ngushtë me rezistencën ndaj insulinës dhe vezoret. Manifestohet me gunga të dhimbshme, të ngjashme me abscese, që shfaqen në zona ku lëkura fërkohet, nën gjoks, sqetulla, rreth kofshëve. Studimet tregojnë se gratë me këtë problem kanë një probabilitet shumë më të lartë për të pasur ciste në vezore. Trajtimi i këtij problemi të lëkurës kalon pothuajse gjithmonë përmes rregullimit të nivelit të sheqerit në gjak dhe balancimit të vezoreve. Shenjat në sy dhe qepalla. Edhe pse teknikisht nuk është lëkurë e hapur, zona rreth syve mund të zbulojë shumë. Xanthelasma. Gunga të vogla verdhe me në qepalla që tregojnë se trupi nuk po e proceson mirë kolesterolin. Meqense hormonet si estrogjeni dhe testosteroni prodhohen nga kolesteroli, një vezore në disfunksion mund të çojë në grumbullimin e këtyre yndyrave në lëkurë. Errësimi i kapakëve të syve. Shpesh lidhet me lodhjen e gjendrave mbiveshkore, të cilat punojnë jashtë orarit kur vezoret nuk prodhojnë mjaftueshëm hormone. Roli i detoksit të lëkurës përmes djersës. Gratë me probleme të vezoreve shpesh kanë një përbërje të ndryshme të djersës. Për shkak të androgjenëve të lartë, djersa mund të ketë një aromë më të fortë dhe mund të shkaktojë irritime të lëkurës në zonat ku grumbullohet. Kjo është arsyeja pse aktiviteti fizik që nxit djersitjen, i ndjekur nga një dush i menjëhershëm, është esencial për të shpëlarë mbetjet hormonale që lëkura përpiqet të nxjerrë jashtë. Cützling, ushqimi si programues hormonal. Një nga mënyrat më interesante dhe natyrale për të trajtuar shenjat e errëta në lëkurë dhe problemet me vezoret është përdorimi i farave sipas fazave të ciklit. Kjo metodë ndihmon trupin të eliminojë tepricën e hormoneve që shkaktojnë akne dhe pigmentim. Faza folikulare, dita 1-14. Konsumimi i farave të linit dhe kungullit. Këto fara përmbajnë linjane që lidhen me estrogjenin e tepërt dhe nxjerrin jashtë trupit, duke parandaluar atë hijen e errët mbi buzë. Faza luteale, dita 15-28. Konsumimi i farave të susamit dhe lulediellit. Këto janë të pasura me zink dhe selenium, të cilat mbështesin prodhimin e progesteronit. Progesteroni i mjaftueshëm është kremi natyral që e bën lëkurën të duket e hidratuar dhe e qetë. Lidhja midis lëkurës së ndjeshme dhe estrogjenit. Shumë gra ankohen për lëkurë që irritohet lehtë, skuqet apo ka kruarje pas një shkak të dukshëm. Në nivel mjekësor, kjo mund të jetë shenjë e dominancës së estrogjenit. Kur vezoret prodhojnë shumë estrogjen dhe pak progesteron, trupi çliron më shumë histamin. Histamina e lartë shkakton inflamacion në lëkurë. Nëse vëreni se lëkura juaj bëhet më reaktive saktësisht para ciklit, kjo nuk është alergji, por një thirrje nga vezoret për ekuilibër. Bimët adaptogjene. Mbrojtësit e lëkurës nga stresi. Vezoret janë jashtëzakonisht të ndjeshme ndaj stresit. Kur jemi të stresuar, trupi vjedh lëndën e parë të hormoneve seksuale për të prodhuar kortizol. Kjo quhet pregnenolon esteal. Ashaganda dhe maca. Këto bimë ndihmojnë komunikimin midis trurit dhe vezoreve, boshti HP. Duke stabilizuar këtë komunikim, ato reduktojnë prodhimin e androgjenëve që shkaktojnë qimet në mjekër dhe lëkurën e yndyrshme. Viteq agnicastus. Kjo bimë konsiderohet si dirigjenti i vezoreve,
duke ndihmuar në eliminimin e kisteve të vogla dhe pastrimin e akneve hormonale në zonën e nofullës. Ndryshimi i erës së trupit si sinjal hormonal. Një detaj fascinant është se si vezoret ndryshojnë mënyrën se si ne erëmojmë. Gjatë ovulimit, kur vezoret janë të shëndetshme, lëkura prodhon feromone që ka një aromë më të ëmbël dhe tërheqëse. Te gratë me probleme të vezoreve, ku testosteroni është i lartë, djersa mund të marrë një nuancë më krime ose të fortë, e ngjashme me djersën mashkullore. Ky është një tregues sipastër kimik se balanca hormonale është zhvendosur drejt androgjenëve. Fuqia e gjumit të bukurisë dhe melatonina. Melatonina nuk është vetëm hormoni i gjumit. Ajo është një antioksidant i fuqishëm që mbron vezët brenda vezoreve. Mungesa e dritës natyrale gjatë ditës dhe ekspozimi ndaj dritës blu natën prishin melatoninin. Kur melatonina është e ulët, lëkura humbet aftësinë për të riparuar gjatë natës, duke i bërë njollat e errta të duken më të theksuara në mëngjes. Për ta përmbyllur këtë cikël informacioni mbi lidhjen e pasgjithshme midis lëkurës dhe shëndetit të vezoreve, është e rëndësishme të kuptojmë konceptin e lëkurës si pasqyrje gjatësisë hormonale. Trajtimi i këtyre shenjave nuk është thjesht një çështje estetike për të pasur një fytyrë të pastër apo një qafë pa njolla. Është një investim i drejtpërdrejt në fertilitetin, metabolizmin dhe mirëqenien tuaj afatgjatë. Ritualet e vetë kujdesit, nga fshirja te parandalimi. Kur vezoret gjen ekuilibrin, lëkura reagon me një shkëlqim që asnjë serum i shtrenjtë nuk mund ta imitojë. Ky quhet shkëlqimi hormonal. Për të arritur këtë, duhet të kalojmë nga trajtimi i simptomave te kurimi i rënjës. Masazhi limfatik. Për gratë me probleme të vezoreve, lëkura shpesh mban ujë dhe duket e fryrë. Masazhi i lehtë i nyjeve limfatike në qafë dhe fytyrë ndihmon në lëvizjen e toksinave dhe hormoneve të mbetura që mëlçia po përpiqet të eliminojë. Fuqia e hidratimit me minerale. Uji i thjeshtë shpesh nuk mjafton. Shtimi i elektroliteve, magnez, krip deti e paforcuar ndihmon në komunikimin elektrik midis qelizave të lëkurës, duke reduktuar atë ndjesinë e lëkurës së vdekur dhe të zbehtë që shoqëron ekuilibra hormonal. Ndërgjegjësimi. Kur duhet kërkuar ndihmë specializuar. Nëse keni aplikuar ndryshimet në dietë dhe stil jetese për 3 deri në 6 muaj dhe nuk shihni përmirësim te acanthosis nigricans, errësimi i lëkurës. Akne cistike që lën shenja të thella. Rritja e shpejtë e çimeve në fytyrë. Atëherë, kjo është shenja definitive që trupi juaj ka nevojë për një ndërhyrje më të thellë mjekësore. Mos e shihni lëkurën tuaj si problematike, por si një partner komunikimi. Ajo po ju tregon atë që vezoret tuaja nuk mund ta thonë me fjalë. Duke rregulluar insulinën, duke ushqyer mëlçin dhe duke qetësuar sistemin nervor, ju jo vetëm që do të shihni një lëkurë më të pastër, por do të ndjeni një energji dhe vitalitet që vjen vetëm nga një trup në harmoni të plot. Trupi juaj flet përmes lëkurës. Sigurohuni që po e dëgjoni.